Në brigjet e Vjosës, një grup të rinj nga gjithë bota punojnë për të ruajtur këtë pasuri natyrore. Mes tyre është edhe Pietro nga Italia që spikat me energjinë dhe përkushtimin e tij. Së bashku me 20 vullnetar të tjerë, Pietro ka ndihmuar të mbyllen mbi 3000 fidan duke rikthyer gjelbërimin në tokat e dëmtuara nga zjarret dhe prerjet ilegale. Noi siamo molto felici di Të punosh këtu për natyrën dhe për brezat që do të vinë është një ndjesi e veçantë. Jemi shumë të lumtur që kemi arritur të punojmë kaq mirë këtë javë. Kishim më shumë se 20 vullnetar. Arritëm të mbjellim më shumë se 3000 fidan në tokat e mbrojtura me rrjet nga të gjitha kafshët shtëpiake. Objektivi është të pyllëzohet gjithë zona, pasi e ka humbur atë për shkak të zjarreve të qëllimshme dhe prerjeve ilegale. tutti i fidan. Në zonat e mbrojtura në vend, vitet e fundit vijon shtimi i sipërfaqeve të pyllëzuara me pemë të reja. Këto zona janë një pasuri me vlerë të çmuar jo vetëm për habitatin natyror, por edhe për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së vendit.